Shkaqet e ndodhjes së divorcit janë të shumta dhe nga ato shkaqe I numërojmë. Zgjedhja e gabueshme e bashkëshortëve mes veti për martesë. Njëri me tjetrin martohen kurse nuk dinë për jetën e tyre asgjë, e as për fenë, e as për moralin e njëri tjetrit. Dhe pas martese, zbulohen shumë realitete dhe fshehësira, dhe këto bien shkak për ndarjen e tyre. Për këtë arsye, mirë është në fillim njeriu të interesohet për partnerin e jetës së vet, për jetën e tij, moralin e tij dhe për fenë e tij. Harxhimet e tepërta për martesë dhe mehri I lartë bien shkak që burri ta urrej gruan e vet. Prandaj pëlqet që mehri të jetë sa më I lirë dhe I ulët. Përcillet nga Aisha, Allahu qoftë I kënaqur nga ajo, se I dërguari Allahut alayhi salatu wassalam ka thënë: gratë më me bereqet janë ato që kërkojnë mehrin më të ulët. Mos respektimi I të drejtave që ua ka caktuar Allahu mes njëri tjetrit është një nga shkaqet e divorcit. Allahu thot: jetoni e sjelloni mirë me to.